Gjajmaqete bulevardit, zogu I pare, kati 28 I Kulles Albuquerque, shkelkente si një kshevahiri pezulluar mbi Tiranën. Aq lart era I nates perplasej pas kshamave, ndërsa llambadaret e kristalte derdhnin dritet e arte e mbi gotat e shampanjes franceze të kostumet e kipura me masi. I gjithë qyteti dukej se perkulej në kembet e asaj sali, te Rafael Albuquerque, vetëm 27 vjes, dukej se besonte verberisht në keti. Sengriti goten et hinje here, me buzekesh gjen I gjeret e të ushtruar, ndërsa flashet e kamerave shkrepeshin në stok gjest. Per paratij, njeg gjismerethi, gazetaresh shenonin stufjale. Ndërsa asistentit me veshgjete patamete duar trokisnin sikur stufjalite ishtin gjez bulim historik. Sot nuk jeshte thesht mbilja e nje bashkimi, po mbante fjalim Rafaeli. Me zerin e projektuar për të mbushur të gjithë salen, është shpetimi I trashëgimi se kë babaj I mdertuaj me duart e veta. Mbi 300 punongjes, 300 familje, du t'i keni vendet e tyre të punes të garantuara fale kesaj marrëveshjaje, duartrokitje, me shume shampanje, me shume flashe. Se e persiriste të njështen fjali pregjoresh për sto grup gazetareshka I afrohe. Me shume I shketisuar për tu dukur si një vizionar si se për te kuptuar. Në fakt, sto klauzulete asaj ka ishte gati të nënshkruante po atenate. Detajet teknike, thoshte ai duke keshur me një asistente afert, ishin pune për të silen paguheshin avokatet. Në krateti di velezerit kinese ke kishin fluturuar pesembedjete, ore për tekene ati. Buzekeshni me nje kete si pothuajse kirurgikale. Liwej, me I madhi, peshonte qdo fjale para si tangsirte. Li hao, me I vogli, preferonte te vezgonte, me si te ke pershkonin salensi dikush ke logarit distankat para nje levi gjegje rendesishme. Se e bashku, ata drajtunin konglomeratin Hong Yuan. Një perandori industriali kwe, si që kishte njoftuar vete Rafaeli shtypit ore me pare, ishte partneri I persusur per te shpetuar kompanine Albuquerque nga nje krize. Kë kerqenonte te glaberonte gjithshka ke babaj, I ti kishte ndertuar gjaten gjegjetet të repune. Asku shati, mes gotave te ngritura dhe dolivereve te ushtruar, nuk I kushton të vemen gjevajses ki kalkulonte diskritisht ne per skajet I salles, duke mbledhur gotat I zbrazeta dhe shishet I harruar ambi tavolinat prej mermeri. Beatrice Andrea ishte 23 vjese, të kishte një talent të rale për të bere e padukshme. Ishte një aftjasi ku ajo e kishte kultivuar me kushdes, po tuaj se si një zanat me vete. Kure mos I krikezo veshtrimin per shume gjate, kure mos kesh shume fort, kure mos u duk sikur verën ate ke nuk duhet të veresh. Ajo mbanti uniformen grite kompanise se pastrimit me këndrimin I drajtet te dikusht ke mban mbi supe me shumë I pergjegjesi se sa duket. Punon të mediturne, ndonjë herë edhe hetre për të mbajturne në nesaj. Trajtimi I seciles kunder një dobesie në mushkeri konsumonte qiru kindarke ke më betej në fund të muajit. Fakulteti I perkthimit dhe interpretimit, ku ajo kishte studiuar me burse të pjeshme për 2 vjet. Ishte pezulluar prejme shume se një viti, një pauze kë ajo insistonte të kuantite për koshme, edhe pse dinte. Telle brenda vetes, se faturat nuk gjepnin shenja arme pushimi. Ajo ke askush në ati salle nuk e dinte. Dhe Beatrice benti që mos kitembete hashtu. Eshti se ajo kuptonte në menire të persosur që dof gjali ke divelizerit kinezi shkembenin me stiri, edhe kur flisnin në mandarinisht, absolutisht të bindur se ishin vetem me sesaj turmet I tere. Hajo e kishte trasheguar këtë gjuhe si dikush ke trashegon një ksevahir familjar, të ruashtur me shtate kiqe. Ishte sterk gjishi I saj, profesori I vjeter qen uen, a I ke ja kishte mesuar, rokgje pas rokgjeje, ky kur ishte femigje, dhe ulegj prane tigje pas diteve të djela. A I kishte ardhur në shkiperi dekada me pare, një burre ke në vendlingjen, e tij respektohej per një hurita, e tij klasike, të kje ketu e kishte filuar nga zerogja, larg qdo prestigjit të vjeter, duke mbashtur familjen me qfare do pun kjo I dilte. Por kurre nuk kishte pushuar se mesuari asaj karakterit I lashta, fjalet e urta, kadenseni sakte te qërutoni, duke I thene gjithmoni se ajo ishte vetëm gjatë trashegimi kë askush nuk du te mund tia rembente kurre. Atenate,
Ndërsa mblidhte një tabaka me gota tashmeta zbrazeta pranë tavolinës së asistenteve, Beatrice i dëgjoi, pa dashje, një ekzekutiv të komentonte me shpërfilje me kolegun pranë tij, duke e goditur me beril. Relaksohu, vajza e pastrimit as nuk e kupton çfarë po flasim. Ajo nuk i ngriti syte, nuk la ta shfaqej asgjë. Thjesht vazhdoi të mblitte gotat një nga një. Me fytyrën po akte ketesa ishte stervitur gjithmonë të këndronti. Kishte mesuar gjatë viteve se heshtja e ruajtur mire ishte e vetmja monedhe që i perkiste vërtet plotësisht asaj. Në anën qeter të salës, Rafael ngrinte të hëngje gote per fotografet, pa e imagjinuar se, pak metra me tej, mes tabakave dhe servietave të palosura, dikush mbante tashme nje sekret të afte per të vendosur fatin e gjithë shkagje kë ai besonte se po festonte. Festa vazhdonte, flashet vazhdonin, të orane magje të murit prej mermeri shenonte, panaksi tim, oret kembeteshin deri në mesnate. Beatrice ende nuk e dinte madhesine, e asaj ka po vinte, por ndjente si që kishte ndirë pak here në gjete, njete ftohte të huaj në gjoks, të njëtin të ftohte ke gjishgja e sagje kuante para lajmerim të fatit, reguloi tabakanin e krahe, mori frime thele dhe vazhdoi per para. Pa e imagjinuar se ajo dute ishte nata e fundit që dute arrinte të ishte, vërtet i padukshme. Shtëpia ku Beatrice i jetonte me nenin lisaj ndodhej në zonën e shkozes. Një lagje me rrugete ngushta të tela të ngateruar, larg shkelkimit të kendres, por mjaftu e shema fersa ke rruga me autobus diri agjetes gjaste gati di ore në ditemi trafik të renduar. Ishte ati mes mureve të lirë mengje të Gelbert të zbehur nga koha, ku agjoruante gjithçka kë e kishte rendesi. Zonja Marisa, nëna e saj, jetonte prej divitesh duke luftuar mengje dobesin e mushkeri ka e linte, pa frime per detajrat e thjeshta, si ngjigja e shkalleve të vogla të pasme apo perfundimi, inje fjaljet e tere pandaluar per te marre frimi. Trajtimi kërkonte vizita mujore, ilaçe të shtrenjta dhe seanka fizioterapie respiratore, ke konsumonin pjesën me të madhit e roges, ke Beatrice silte në shtëpi. Nuk mbetej asgjë të per, dhe kishte muaj kur nuk mjaftonin as per nevojat baze. Ishte per kete arsye kë Beatrice kishte pezulluar fakultetin. Studionte perktim dhe interpretim në mandarinisht dhe anglisht në një universitet privat, me një burse që mbulonte një pjesë të tarifes, por nuk mbulonte transportin, librat, as oret që ajo duhet të kushtonte studimeve në vend që të punonte. I kishte bere logarite me shume së njëhere, duke arritur gjithmonë në të njështin per fundim të hidhur, nuk behej. I kishte premtuar vetes me gjithate se ajo ishte një pauze, jo një fond. Heruan të fleturet e vjetra në një kutin në krevat, si dikush që ruan një premtim që ende synon të mbagje. Dashuria e Beatricit per gjuhën kineze nuk kishte lindur në fakultet. Kishte lindur shume me heret, pas diteve të djela kur ende femje, ulajne di shemine edo mes prani sterkishit, të vjetrit senuen, ndërsa ai vizaton të karaktere me një penel të holle mbi flete letre o rizike i ruante si relike. Ai kishte ardhur në Shqiperien dhe i ri, duke i kur nga nje kohe i veshtire në vendlin gjeneti, duke lene pas një emerte respektuar mes akademikeve dhe njëgjet e prestigji që nuk du te mund të rinderton të korre plotesisht në anën qeter të butes. Ketu kishte punuar si kishte mundur. Në tregje, në punishte, duke mbajtur arka kur trupi ende e mbante, gjithmone në heshtje per ate ke kishte kene parasite kalonte okeani. Por kurre nuk kishte pushuar se mesuari stermbeses fjalet i urtate lashta, katertonet. Dalimin mes njef gjaljet e edukuar të nje ofendimitetin e me të njëjten finise si nje buzekeshqe. I toshte asaj, gjithmone me të njëjtin ton serios dhe të dashur, se njek gjuhe ishte si një qeles. Mund të hapte djerë ke askushas nuk e dinte se egzistonin, o si të mbronte sekretike kurre nuk duhejte zbuloheshin pa nevoje. Ishte ai ke i kishte mesuar, gjithashtu. Regulin ke Beatrice e ndikte prej vitesh si një urdërese personale. Kurre mos tërhikve mengje pa kine e nevojshme. Në një toke të huaj, toshte profesori i vjeter, heshtja e logaritur mire mbron me shume se qëtu fjalim. Ajo i kishte mesuar leksionin fjale per fjale.
dhe i zbatonte atë jo vetëm ne gjuhen, e huaj ke zoteronte ne fshehtesi, por ne që do gjesta gjeti se sajtë e rritur. Në uniformen grike vishte pa u ankuar, në mënyrën si i ultësyte para çdo autoriteti, në mënyrën si leviste ne per koridoret e Kulles Albuquerque sikur ta ishte pjesë e orendive. Puna në kompaninë e pastrimit kishte kene një bekim i maskuar si sakrifice. Roga ishte modeste, por vinte me një logj stabiliteti, të kontrata e shërbimit përfshinte, prej disa muajsh, katin me të lartë të ndërtises, pikërisht atje ku drejtoria e Albuquerque priste të ftuarit i saj me të rendesishem. Ishte ati? Me së mbledhjeve që ajo kurre nuk ishte ftuar t'i kuptonte. Ke Beatrici kishte filluar të vintere diçka, të huaj në mënyrën se si silleshin para saq disa ekzekutive dhe investitore të huaj. Ke trajtonin si kur të ishte pjesë e mobiljeve, një detaj funksional i mjedisit, po ak e panevojshme për vemen gjesa një karige i zbrazit apo një pikture në mur. Flisnin lërshem para saj, diskutonin numra, strategji, të ndonjëhere, pa e veni re, edhe sekrete ke kure nuk do t'i refenin hapur para asnjë personi, ke do të dinin se po i dagjon të vertit. Beatrici kishte mesuar me kohen, ta perdorte ke te pa kujdesite të gjëreve ne favor të saj, jo per përfitim personal, por tjesht per të mbigjetuar me digjitet ne një bote ke insistonte të mos e shite. Dinte resht pas reshti planeti brendshme të kompanise, tensionet mes trashëgimtarëve dhe ishortëkeve të. Babait të Rafaelit, veshtire si të financiari kë kompania po kalonte, pregjme shume se një viti. Dinte kryesisht, se si bashkimi me konglomeratin Hong Yuan kishte lindur si shpresa, e fundit per të shpetuar kindra vende pune, per fshire edhe të sagjen, kofte edhe në mënyre të tërtorte. Ajo ke ende nuk e dinte, nena të në feste se madhe, ishte se ajo njohuri e grumbulluar në heshqe. Ajo gjuhe e trasheguar nga stergjishi si nje dhe sari fshehur. Ishte gëti të e behejq e vetë njakgje e afte perte parandaluar nje e tragjedit të heshtur ke e potureq pikerisht në hunden e të gjitet e pranishmeve. 3 jave para festes, Beatrici e ngjihte tashme tingullin e hapave të livajt dhe li haus në per koridoret, e katit të njëzet e të. Dalon të timbrin e rende të velajt të madë, gjithmone të matur, dhe mënyren me të paduruar me të silen me i vogli i zvarris të fjalet kur ishte i pakena kur. Në ato jave negociatash të di ishin bere prani potuajse e perdiqme në Kullen Albuquerque dhe Beatrici e ngarkuar me pastrimin i sallave të mbledjeve në fund të orarit, krikezohej me ta potuajse qdo dite. Herën e pare ke i dëgjoj duke biseduar në mandarin ishtë brenda salis e mbledjeve me kshama, gati i rafshisa nga dora. Jo per shkak të gjuhes, por per shkak të përmbajtjes së bisedes, velezerit po diskutonin. Me një këtë si të akult, se si të përfitonin nga paper vogja e trashëgimtarit. Teri per të përshpeshtuar klauzulat ke normalisht, du të kërkonin muajt të re analizi juridike të kujdeshme. Hajo kishte këndruar në heshqe, duke postruar një tavolinë prane me levizje të ngadaltat të kelimshme. Me zemren ke i rrite me fort sesa do të donte të pranonte. As njeri prej tyrias kë, i ktheu veshtrimin nga ajo. Perta, ajo ishte pjese i dekorit, po ake pranishme dhe po ake prendesishme sa vazogja me orkide mbi komoda. Kjo perserit, gjave pas gjave. Një pas dite dëgjoj li haun të komentonte, me një të këshur të tate, se i riu Rafael Albuquerque du të nënshkruante shdo leter per sa kohe kjo ajo shokerohej me mjaft, levdata per vizionin e tijgjë si per mares. Një heret që ter, dëgjoj li vajnë të korrigjonte vela. Duke i kujtuar se nësitimi mund të ngjalte dysime të panevojshme, dhe se ishte e nevojshme të ruheshin dukgjet, i një partneriteti të sinkerte deri në momentin e duhur. Beatrici kurre nuk e kuptoj, në atë pika, se cili do të ishte saktësisht momenti i duhur per të silin flisnin. Por i ruan të qdo fragment informacioni si dikush ke ruan pjesetash per ndara të një puzzlej, pa editur ende se qfare i mazi du të formonin kur të bashkoheshin përfundimisht. Një herë një nga asistentit me të afert të Rafaelit, një bure rreth të 50 jetave i kvajtur Marcel, kishte komentuar me shperfilje me një koleg, pikerisht para saj, se bashkimi ishte karta e fundit e kompanise. Nëse nuk funksiononte, ta e duke reguluar kravatën,
Fabrika ne rrethinat e Elbasanit do të mbilte djertë brenda 6 muajsh, duke marrë me vete vendit e punës të mbi 300 familjeve kwe vareshin drejt per drejt prej saj prej prezash. Kështu Beatrici e kuptoi pak nga pak. Dimensionin real të asaj që ishte në logje. Nuk behej fjale vetëm per numra në një tabele apo per tituj gazetash ekonomike. Behej fjale per familje të tëra, si e sagja, kwe vareshin nga një rroge në fund të muajit per të mbajtur trajtimet mjekësore, studimet të minimumin e dinjitetit. Pas gjithë ke saj fshihej, edhe figuraj të njerit Ottavio Albuquerque, babaj të Rafaelit, njëbure ke Beatrici, kure nuk. I kishte njohur personalisht, por per te, cilin kishte degjuarte, flitej me respekt nga punon gjësitme, të vjeterte e pastrimit dhe mirembajqës. Toshin si ai e kishte ndjertuar kompanine me duarte veta, duke filluar në një punishtet e vogel, dhe se i trajtonte që du punon gjës, si pjeset e një familje jetë madhe. I këgja e tij e parakoshme, ndersa Rafaeli ndik të vitet e fundit të fakultetit gjashtë shtetit, e kiste lene gjallin të papergatitur për të marre i vetëm një trashëgimi jak të rende. Rafaeli kishte trashëguar drejtimin e kompanise shume heret, dhe bashke me të, gjo presion ke dukej se e mbit të pas që do buzekesh GGT ushtruar per kamerat. Beatrici e vezgon të gjithe kete nga distanca, min gjë perzi ergjete quditshme meshire dhe mosbesimi. Meshire sepse ngjihte diku, peshen në gjej për gjegjesie të trashëguar shumë heret. Mosbesimi sepse shihte, gjithin gjej me karte, se divele zerit kineze duke shin të interesuar të shfritezonin pikerisht, kete dobesi emocionale të trashëgimtarit të ri. Në prag të festis se madhe, dersa regulon të salen e mbledqeve per heri të fundit para nënshkrimit zyrtar, Beatrici dagjoj livajnë të permente në telefon ditska per një shtojse kontraktuale kë duhej të përfshihaj diskretisht mes dokumenteve finale. Tirja ishte e shkurtër, po tuaj se një peshperigje, por em gjaftu esh me ku agjo të ruante që do fjale me kuj disin, e di kuj ku i dise agjo, heret avone, du të ben të ndrishimin. Ajo nuk edin të ende përmbajgjeni sakte të asaj shtojse, por ndjente, men gje siguri kje nuk mund të shbjegonte racionalisht, se diska e rende po turej në prapaskenat e asaj preferense, diska kete shkalonte kufiqta e në partneriteti tregtar legjitim. Po ate nate, duke u këthir në shtepi me autobusin po tuaj se tes brazet, Beatrici rishikoj menderisht që do fjallet e degjuar gjate atyre javeve, duke u përpjekur të organizonte pjeset e shperndara të pëzlet. Kuqtoj fityren i lodhur të nenes, ko e pristit e dera e shtepi se me njep gjatet e ruajshtur në frigorifer, dhe mendoj se sa e lehta, ak me e lehta du te ishte tjeshte bente si kur nuk kishte degjuar kurre asgje prej gjatyre. Askush nuk du ta dinte. Askush kurre nuk du te dishonte se vajza e pastrimit kuptonte, që du fjale te të ne mandarinisht ne atu sallaksami. Por ishte edhe zeri i stergjishit, ende i gjale ne kushtësani saj, kë i kushtonte se egzistonte një dallim i madh mes diskrecionit të bashkëfagjesise. Njegje ishte të mbrojë mbigjetë san tande, njej që tërë, krajtë ndryshme, ishte të mbyllje syte para diçka që kë mund të shkateronte, jetën e kindra familjeve të tëra. Të e per herete pare pas shumë kohesh, Beatrici pjetive të nëse du të mund të vazdonte, të ndikte regulin kë stergjishi i a kishte me suar kë famigja, ate të mos të rhikte kurreve mengje me qëro kusht, sepse mbase, vete mbase, e regull ishte gatit e gjente kufirin e tij, perseri në salen e festes. Ora prej mermeri shënon të pak me shume se nënte të mbremgjes. Festimi vazhdonte me rritem në rritje, mengje orkester të vogel ke luante në sfond de kamariere ke karkullonin me tabaka me ushkime të vogla ke Beatrici i mblidhite sapos brazeshin, Shampanja rridhite lirshem, de Rafael Albuquerque, tashme ne goten, e ti te peste ose te gjashte, dukej se fluturon të mbi nje reliv datash de flashesh kamerash. Ishte atëhere kur Beatrici daloj di velezerit duke u larguar diskretisht, drejt një kendimete rezervuar të taraces, prane një sere me bimes bukurue si ke ndante, salen kryesore nga një balkon i vogel i perdorur per ngjargje me të vogla. Agjo po dergonte në atë moment një tabaka me gotet e zbrazeta, drejt kuzhines ndihme se të montuar posaçerisht per ngjargjen,
të rruga me e shkurter kalonte pikerisht pas asaj sere. Ajo flihapin, po tuaj se pa e venire. Kur njohu zerat e ulet të elevate dhe li haus duke biseduar në mandarinisht, të sigurt se zurma e festes dhe distanca imbronin nga që du vesh kureshtar. Gjithë qka eshte gati, toshte li hau, shtojka tashme eshte, futur mes fakeve finale te kontrates kriesore, saktesisht siç e planifikuam. Ajas nuk do të averegje dalimin në formatim. Po avokatet e familjes se tish, pjeti li wej, me zerin me te kush deshem se zakonisht. Nuk do të keni kohe, u pergjik zhvela i vogel. Me nje ketesi ke janë ngriu gjakun Beatrisit ed he në distanse. Nën shkrimi duhet të ndot he endisot, para mesnates, para se dikush të kete shansin të rishikoje shkronjat e vogla me ketesi. Pasi tregu të hapet nesër në mengjes, kontroli operacional kalon automatikisht tini, dhe nuk du të kete me asgje ke familja, e ti mund të bejgje per këti. Beatrisi në gjeu duart të driteshin lehte rreth tabakase. Vazhdoj të ekte ngadale, duke u shtirur si kur nuk kishte degjuar asgje, me zemren kje i rrihte fort brenda gjoksit. Nuk i kupton të ende të gjitha detajët teknike të ati plani, por kupton të mjaftueshem. Kishte një klauzule të fshehur, nje afate ngushtet e nje kelim të karte per të përfituar nga nësitimi dhe vullneti, i trashegim tarit të ripara se a i të kishte, andon gjeshens real per të mbrojshtur. Nese a i nuk nënshkruan deri në mesnate, vazhdoj li wej, me nje ton me të rende, du të duhet të rinegocioj me gjithë nga filimi, të këqothjesht nuk eshte nje opcion. Kemi angazhuar tashme shume kapital në bizneset të gjera duke pritur, kjo marrëveshje të mbilaj këtë gjave. A i du të nënshkruajë, garantua li hau, me nje buzekeshje po tuaj si të degjueshme në ze. Mjafton të vazhdojme të ushkejme, egon i tij deri në oren e duhur. Beatrisi vazhdoj deri në kuzhinen ndihmese, la tabakane mbi banakun prej qeliku dhe kendroj ati per nje cast, me duart e mbeshtetura nësi per faken eftohte, duke u përpjekur të organizonte mendimet kje per plaseshin brenda saj. Mendoj per fabriken në Elbasan, per fytyrat këmbase nuk i kishte pare kurre personalisht, por ke vareshin nga ajo marrëveshje per te vazhduar të mbanin familjet i tyre. Mendoj edhe per në nesaj, per kirani per trashtimin me kesor, per punen kë ajove te rezikonte ta hambiste nese hapte gogjen per diçka ke. Teknikisht nuk duhesh ta kishte degjuar. Ora ne murin e kuzhines që non të nente e 27. Beteshin pak me shume se di ore deri në mesnati. Ajo u këti e në salën kriesore, duke u përpjekur të duke po ak diskrete dhe e parukshme sa kishte kene gjithmone. Por, per herete pare pas shume kohesh, ndjente peshen e nje vendimi kë po formohej brenda saj, i rende si nje gurke rritej me qdo minute kë i kalonte. Kushtuaj zerin e rendet e sterk gjishit, kjo gjehonte nga diku larg në kushtese, duke thene se heshtja para padreshtesi se ishte, vete agjo nje forme bashke fagjesie. Me gjithate ngurronte. Edinte saktesisht se qfare rezikonte nese vendoste të fliste, dhe edinte gjithashtu se si Rafael Albuquerque i dehur nga shampanja dhe kotesia, ndoshta du të reagonte ndajnje para lajmerimi këvinte pikerisht, nga agjoke ai as nuk e regjistronte si të pranishme ne ate salle. Por edinte, me të njajshte sigurit e vgjeter, si të shtire sikur nuk, kishte degjuar asgje du të ishte gjithashtu nje zgjedje, dhe embase me frikaqak gjanga të gjitha. Nori frimetille, reguluaj per parisin në mbi uniformen gri, dhe vendosi se duhej në ndonjë menyre, të perpikej të paralaj me ronte para se të ishte shume vone. Per shkoj salen nga dale, me si të ki kerkonin Rafaelin mes grupit të teftuarve ke i rethonin. A i ishte prane dritare sema dhe panoramike, i rrethuar nga asistentet dhe nga nje fotograf ke regulonte kendin per të kapur kytetin i endrisuar në sfond. Dukej, në atë cast, portreti i persosur i suksesit, i ri i sukses shem, i rrethuar nga admirues, papasuri dhe me të vogel se fati, i ti po vendosej në fshehtesi pak me trametej. Beatrisi u afrua me hapat e shkurter, duke u përpjekur të logariste menyren me të mire per të tërhekurve mendjen e ti pa shkaktuar një skandal. E dinte se nuk mund të bertis të thjesht në mes të festes, as të afrohej me të sikur të ishin të barabartë. Regulat e pashkruarat e asaj bo të ishin të kartë. Dhe ajo i dinte përmendesh,
punonjësit e pastrimit nuk ndërprisnin siper marrësit gjatë festimeve të rëndësishme. Ak me pakperti paralajmëruar për kurthet e supozuara në kontrata miliona eurosh. Megjithatë, e detyroi veten të bente e rinjej hap përpara. Me zemrën ke i rrite ak forca u frikisua se dikush mund ta dëgjonte mbi muzikën. I duheshin vetem pak sekonda, një gest diskret, një fjale e peshperitur që do të zgjonte të ai kuriozitetin, e mjaftueshëm për të dëgjuar pjesën tjetër. E dinte se ai do të ishte, ndoshta, shansi i saq i vetem para se ora të përfundonte se rrahuri kundër të gjithë atyre. Me falni Zoti Rafael, tha Beatrici me zeteulet, po tuaj se të glaberuar nga tingulli i orkestrës dhe nga bisedat perret. Rafaeli u kthye, i surprizuar kë shihte punonjësen e pastrimit ak afer, ak gjashte vendica prania, e sa gjati po thuaj se tingalonte si një deshtim në koreografini, e persosur të festes. E shikoj atë nga kokët e kembet, me buzekesh gjene mikpritesit endet e ngjitur në fytyre, por me si të tashme mbanin gjehigje padurimi. Dohet të flas me gju për kontratën, vazhdoi ajo duke u përpjekur të mbante zerin e këndryshem, pavarësisht dridhjes që insistonte të shpejtonte. Shta e rëndësishme ishte për nënshkrimin i sotem. Per një sast, diçka u duk se u lekund në fytyrën e Rafaelit, një shkendigje kuriozitetit e sinkerte. Por para se të mund të procesonte plotesisht atë që dëgjonte, një nga asistentet me të afert, Marceli, u afrua shpejt, dukshem i vene në siklet nga skena. Me falni Zoti Rafael, ajo nuk duhet të ishte ketu, tha Marceli duke u përpjekur të largonte Beatricin me një gest diskret të krahut. Prit, u përgjigje Rafaeli, ende i intriguar, çfarë dëshite toje për kontratën. Beatrici ngjeu një dritare të vogël shpreset e hape. U afrua një hap, duke ulur edhe me shumë zerin, duke u përpjekur të shpjegonte për shtojcen, për biseden që kishte dëgjuar në mandarinisht për afatin e mesnates, por fjalet dilnin të ngaterruara, nervoze të alkooli konsumuar tashme nga Rafaeli gjatë natës nuk ndihmonte në kartesinë e situates. Velezerit li, që ishin afruar pikërisht në atë sast për një raund qeter fotosh, e vune reskenen të shkembjen një veshtrim të shpejte mes tyre. Liwej u afrua me një shprehje shkëtesimi të akult të inskenuar mi kushdës. Gjithçka në rregull, Rafael. Pyeti ai në shqipe me tekste tekstuar. Kjo vajze duket i tronditur. Kjo mjaftoi. Rafaeli tashme i irrituar nga ndërprergjat e tani, i ushqyer nga sugjerimi delikat i Livajt, u kthye nga Beatrici me një përzierje sikletit e zemerimin e rriqe. Çfarë mendon se po ben? Shperthiu ai, me zerin tashme mjaft të lartë për të rekur vëmendjen e të ftuarve me të afert. Ti mendon se mund të futesh thjesht në një bisede biznesi miliardësh sepse dëgjove diçka ndaj ketej. Ti as nuk i di për çfarë po flet. Ju lutem thjesht me dëgjoni, insistoi Beatrici duke ndier se e gjithë salla po filonte tek të hej drejt asaj skene. Behet fjale për një klauzole të fshehur, ju duhet të rishikoni para se te. Mjaft. Bertiti Rafaeli, duke bere një hap per para dhe duke e shtire atë nga supi me forse të mjaftueshme per të bere të zambrapsejsh disa hapa, po thuaj se duke hambur ekuilibrin. A gje e de hur, i droguar, sa fare eshte e kjo. Kjo eshte kurt, u përpok a gjote Bertiste, duke ndirë tashmë sigurimin që po afrohej shpejt, të tirur nga një gjest nervozi Marcelit. Kontrata ka një klauzole që ju nuk e dini, eshte per kontrolin e kompanise per mes në ten. Largogjeni ke ketu, urdhëroi Rafaeli, duke i kthyer shpinen me fytyrën e skukur nga zemerimit e turpi para të ftuarve. Gjë i pushuar nga puna. Tani, te nuk duhet të shoh me këtë grua në asnjë ndërtise timen. Taj rogje sigurimi e kapen Beatricin nga krahet, duke e të rekur drejt të shensorit të shërbimit ndërsa, ajo ende Bertiste. I dëshperuar, se ai ishte një kurth, se velezerit po gëngjenin, se duhet të rishikonin kontratën para mesnates. Askush nuk u duk se dëgjoj, ose mbase askush nuk donte të dëgjonte. Të ftuarit ju kthyen nga dale bisedave. Disa duke komentuar me zete ulet për skandalin, të qere duke e haruar incidentin plotësisht,
sikur ta ishte vetëm një detaj I vogël në një natë shumë të persosur per të njollosur. Brenda ashensorit të shërbimit, Beatrici u mbeshtet pas murit metalik, me trupin ka I dridhaj, me site ka I digznin nga lotet ka refuzonte ti linte të ridhnin para rojeve. Ngjeu shigjen e hidur të poshterimit të Perzie, me diçka ide me të dhimbshme. Sigurine se kishte deshtuar, se koha vazhdonte të rritë kundër të gjithë atyre. Dhe se tani, pa punet e pa asnjë kredi para Rafael Albuquerque, nuk kishte me asnjë menire legjitime për te, parandaluar atë kje ishte gatite ndotte. Gjë nga Roget, me irisit qetri, shmangaj të shihtën e si kur ndjente një logj sikleti me skenën kje sapo kishte pare. Ashensori zbriste nga dale, që do kati shenuar nga një lekun gjë e lete. Dhe Beatrici I shfritezoi ato sekonda heshtgjegje per të perpjekur të regulonte frime margjen I saj, ende të renduar nga perpjekja per të berti turmes remugjes. Mendoj per nenen kë e priste në shtjepi, pa e imagjinuar se vajza sapo kishte humbur punen kim bante pjesen me temat e të trashtimit mjekesor. Mendoj per stergjishin, dhe se si do të reagonte a indaj asaj skene, po të ishte ende ati per të deshmuar mbesen, e tish duke u tërhekur zbarre sepse ta të vertete. Një pjese e saj, e lodhur dhe e hideruar, gati u pendua ke kishte hapur gogjen. Një pjese qeter, me koke forte, e dinte se do të bente, gjithë qka saktesisht njësoj po të mund të këte hejne kohe. Kura riten në katin perdhes, Rojete shokiruan deri në holin kryesor, tashme të zbrazet në ate ore, me kelim këta shokironin deri të dalgja nga dera e përparme. Beatrici ekten nga dale, me trupin kë ende I dridhaj, me site e fiksuar në dysemene prej mermerit e lemuar, ndërsa përpikaj I t'hinje here, të organizonte mendimet kë për plasishin brenda saj. Ishte atë here kur dalloj. Të mbeshte turne murin prane ashensorit social, panelin e vogel të kukte alarmit të zgjarrit të ndërteses, të mbrojtur nga njep lake e hole eksami. Ora e holit që nonte njembedgjete e 38. Mbeteshin pak me shume se 20 minuta deri në mesnate, dhe Beatrici e dinte, me një sigurit e akult, se a I du të ishte, mbase, shansi I saj I fundit per të parandaluar atë ke ishte gati të ndote aqe lartë. Pa u menduar di here, Beatrici u shkeput nga krahu I rogjesmete afert dhe vrapoj drejt panelit të kuk në mur. Gesti ishte I shpejte, po tuajse automatik, sikur trupi tek ishte vendosur, para se mengjate përfundon të procesimin e pasojave. The u pilaken, I hole të kshamit me beril dhe tërhoki leven me të gjite forsen ke I kishte mbetur në krahet I saq të lodhur. Per një sekonde, asgje nuk ndodhi. Pastaj tingulli shpures I alarmit të përgjit shemje hojnë të gjite ndërtesen, ingjekur pothuajse me njëhere nga zhurma karakteristike e sperkatesve të ugjit kë aktivizoheshin në qdokat. Atë lartë, në salën e festes, ugji filoj të binte nga tavanet mbi gotat I shampanjës. Kostymet me mase dhe fustanet e strenjta, duke shkaktuar britma surprise të ngjej vrapim të menjëhershëm drejt dalgjeve të emergjences. Në shastin e sakte kur sperkatesit aktivizoheshin, Rafael Albuquerque ishte I ulur në tavolinen e rezervuar në fund të salles, lapsi dikshital tashme aktiv në ekranin e tabletit, dokumenti I shtojqes I hapur në faken finale, duke I munguar vetem vizha përfundimtare, e nën shkrimit të etaj elektronik, asistente juridike të velezerve li prisnin anash, duke buzekeshur me nje durim kë fshite kek engthin per orin kë po I afrohej mesnates. Ugjikë binte mbi tavoline, e beri Rafaelin tek të hejmen jevrul, duke mbrojtur instinktivisht tabletin pas gjoksit, ndërsa Roget dhe asistentet bertisnin udhëzime kontradiktore per rrugjan me te afert të evakuimit. Protokolli I sigurise I ndërtises, I repte si që kërkonte legislacioni, per kaktonte zbrazjen e mengjëhershme të gjitha kateve, duke ndërprere, kofta edhe rastësisht, në nshkrimin kë I mungonin vetëm sekonda per të përfunduar. Ndaj hollin e katit perdhes, Beatrici u rritua mengjëhere nga di rogje shtese, të alarmuar nga tingulli I alarmit të përgjithshëm. Njeri prej tajri e mbajti nga krahet me fortesi, ndërsa qetri verifikonte, permes kamerave të sigurisi, skenen enje punon gjeseget të sapo pushwarke. Djente panelin e emergences pa asnje shenjit të dukshme zjarri real.
Ajo aktivizoi alarmin pa asnjë arsye. Ta nga rojet në radio. Duke thirrur për forcimet e. Pak qaste me vone, një makine polisi që tashme po kalkulonte në zone për shkak të një thirrjeje qeter. Beatrici nuk beri rezistense kur policet erdhen. Këndrojnë e heshgje, me trupin e të lagur nga ugjike rrite nga sperkatesit e si përmdrin e hol, ndërsa informohej se do të përgjik gjaq për aktivizimin i remet e një sistemi sigurie, duke shkaktuar dhe material dhe duke ndër prerë një ngjarje korporativ të përmësave të medha. Një nga avokatet i kompanise, i tirur me ngësitim në vend ngjarje, përmendi mundesine e një prosesi përdeme, duke cituar kostot e pastrimit, pagjizgjet elektronike të djemtuara nga ugjide sikletin e shkaktuar të eftuarve ndërkombëtare. Ajo i dagjoj të gjitha me një këtesit e suditshme, po tuaj se e huaj për situatën e saj, si kur ta vezgon të skenen nga gjashtet trupit të saj. E dinte se kishte berete vetmen, gje ke imbete të bente, e dipse kjo du të thoshte, tani të rizikonte të përgjik gjej ligjerisht për një akt kë askush. Përveç saj nuk e kupton të vertet. Hrjelart, salende zbrazaj mes ugjit dhe remugjes. Teftuarit mbronin gjerat personale me servietat dhe paltot, ndërsa rojet udhezonin të gjite drejt shkaleve të emergjenses. Rafaeli, i lagur kulde i terbuar, bante tabletin pas gjoksit. Dokumenti i shtojces ende i paprekur, në nshkrimi indërprere pak sekonda para se të përfundohej. Në mester remugjes se përgjithshme, askush ende nuk po bente lidhjen mes alarmit, të aktivizuar në katin përdhez, dhe punongjesis se pushuar minuta me pare për gjogja se kishte shketesuar festen me akuza pa kuptim për kontrate. Askush, përveç divel lezerveli, të silet shkembjen një veshtrim të shpeshtet të tensionuar sa po dek gjuan. Permes radios të një prej rogjeve, emrin e punongjesis se ndaluar në hol. Një nga polisejt me përvogje, po e vezgonte me një loq kurioziteti. Duke venere se ajo grua e lagur kuldhe ke dritej, nga iftoti nuk si lejt si dikush ke kishte vepruar nga ligesja e pastera po vandalizmi i kote, e pjeti, me njeton po tuaj se të bute. Nese kishte diçka për të deklaruar para se të dergohej në komisariatin me të afer për të dhene dëshmine formale. Beatrici ngurroj për një cast. Mund të tregon të gjithka ati për ati, për shtojcen për bisedan në mandarinisht, për afatin e mesnatis, por e dinte si, pa prova konkrete, fjala e saj veshtire se du të kishte peshe kunder di investitoreve të huaj me fame dër kombetarit e njej trashegim të rikju i akuzonte, publikisht se kishte turur njej skene histerike. Preferoj të prez një avokat, tha ajo thjesht me zete ulet, por të prere, duke kushtuar per seri mesimin e sterk gjishit per të zgjedhur me kushdes momentin e duhur per qdo fjale. Beatrici, tash me duke u shokeruar gjashte ndërteses nga di polise, në gju peshene ploteti situates të binte mbi te. Kishte arritur, te pakten, te ndërpriste në nshkrimin para mesnates, por tani, i arrestuar në flagranse dhe i kersenuar me proses gjykesor, nuk kishte idene se si do të arrinte të vertetonte. Se gjitek gjo kishte një arsheme të madhesesa njeve primi tjeshta impulsiv dhe pa kuptim, ishte pikerisht në ate sast. Tashme prane deres rotulluese prej kami kjo e te në kësirte në rrugë. Kur dakgjoj hapa të shpeshte kjo afroheshin nga pas, dhe njeze te larte ke ubertiste poliseve të priznin nje moment para si ta mernin ate. Beatrici u këtjede para Rafael Albuquerque duke per shkuar holin me hapa të gjate, me kostumin endete lagur të ngjitur pas trupit, me floket ke i kullonin u gjembi balle. Pastigj, vinin li vej dhe li hao, gjithashtu të lagur kull, me fiturat të tensionuara, duke u përpjekur të ruanin ketesin e para skenis ki po formohej prane dhe respreg shami. Pritni, u tha Rafaeli poliseve, duke ngritur doren në një gest potuajse automatik autoriteti, edhepse zeri i dridhej lehte, i perzier mes zemerimit të një konfuzioni në rritje. Ishte atëhere kur Beatrici, duke ndier mbase se ki do të ishte shansi i saj, i fundit real per të degjuar, u këtje plotesisht per të perbalur me divelezerit kineze, endenen shokerimin e polisjave, me trupin ke i dridhe nga iftohtit he nga një zemerim i mbajtur pregjoresh. Te per surprizën e të gjitheve peret, filluj të fliste. Jo në shkip, por na një mandarinishte klasike, rjedhshme dhe presize,
Ta njajten gjuhe kwe ajo I kishte dërgjuar Teddy të përdornin lirisht gjatë gjithë negociatave. Per seriti, fjale per fjale. Po tuaj se si një gjehone I larget, fjalin I sakte kë kishte dërgjuar liwajnte të hoshte per afatin e mesnates dhi per avokatet ke nuk do të kishin kohë të rishikonin shkronjate vogla. Të futin e te me në tërshmerina e dikujt kjo I kishte. Me suarata e femigja, një fjale të gjyrte të vjetër ke stergjishi, ja kishte me suar pas ditëve të djela. Mbretërit mund të rezo hen në heshqen, I arroganse se tyre, por gjane gjithmone, sherbetoret e harruar ata ke ngrihen per të zbuluar të verteten e fshehurnen si per faken I lemuar të pushtetit. Efekti ishte I mengjëhershëm. Livajdeli hauz behen dukshem, duke shkembjer mes tyre një veshtrim shoku absolut, të pafte per te fshehur surprizën kë per shkonte fytyrat e tyre si një rufe. Per një cast, as njeri prej tyre nuk arritite artikulonte as një fjale, di ajo heshqe, me shume se që do fjalim, denon konte gjithçka ke duhej denon kuar. Rafaeli ende I konfuzuar shikonte me rade, Beatricin te di velezerit. Duke u perpikur të kupton të kuptimin I asajgje skenet e çuditshme ke po zhvillohej para tij. Nuk kupton të mandarinisht, por kupton të ne mënyrit e persusur gjuhen e frikës të stampuar në fytyrën e di investitorëve kë. Minuta me pare, buzek e shnin mendje këtësi të patemet e para kamerave. Sfare tha ajo, pjeti ai drejt per drejt liwajn, me zerin tashmemet e prere, me pak të dehur nga shoku I momentit. Nuk eshte asgjë, u pergjig shliwa I shpejt, duke u perpjekur të regulon të shprehjen e fytyres. Thjesht një ke kuptim, një punon gjese, I tronditur kë per serit fjali pa kuptim. Por Rafaeli, per herete pareke nga fillimi I asajnate, nuk u duki bindur nga pergjigja I gatshmet e ushtruar. Kishte diçka në reagimin e exaggeruar të di velizerve, diçka kje kundershton të plotësisht parendesin e supozuar të fjaleve të I thena nga Beatrici. Nëse vërtet nuk ishte asgjë, pse di burrak me pervogjen e negociata ndër kombëtare do të zbeheshin në atë mënyrë para ne punonjësegjit thjesht të pushuar nga puna. Lash hoxheni atë, urdhëroi Rafaeli, duke u kthyer nga polisit me ngjë autoritet këme në fund duke I sinkërte, dhe jo vetëm I ushtruar per kamerat. Ajo është e ftuara ime. Poliset shkembjen veshtrime ngurruese, por para insistimit të pronarit të ndërteses dhe mungeses, se ndonjë demi realte vertituar deri në atë moment. Rano d'accord ta l'ironin, Beatricin nën pergjegjesine e Rafaelit, duke shtires do procedure formale per ditet ne vigjim. Beatrici, ende duke u dridhur, angjeu një përzierje të çuditshme lehtësimi dhe shketësimi. E dinte se kjo ishte vetëm fillimi I diçkaje me të madhi, dhe se do të duhej, tani të vendoste se deri ku ishte e gatshme të shkonte per, të zbuluar të gjithet e vertit të në bante me vetë prej gjavesh. Marceli, asistenti këore me pare ishte perpjekur të largonte nga Rafaeli, vezgonte skenen nga një distanse e matur, pa e ditur mire se si të pozicionohej para kteses se në gjargjeve. Të eftuarit kë ende kendronin në hol, të lagur dhe kureshtare, peshperitnin me styre. Duke u perpjekur të kuptonin pse trashëgimtari I kompanisi kishte vendosur, pa pritur, të mbronte pikerisht punongjesën, që ai vete kishte urdhëruar të tërhiqej zvarre 6 pak ore me pare. Rafaeli kaloi dorën në per floket e lagur, duke u perpjekur të organizonte mendimet, e tajmes kausit ende të freske të alarmit të sperkatesve, e shikoj Beatricin me një shprehje që përzjente mosbesimin të një kuriozitet të perterire, sikur, per here të pare atë e nate, po I kushton të vertet vëmendje asaj që kishte per para. Ti fole kinezisht, dhe ai, po thuaj se duke merr meritur, me shume per vete sesa per te, si editi kinezishtën. Beatrici nuk u pergjigj me njëhere, ndjente peshen e te gjithë veshtrimeve peret, teftotin e robave te lagura te angjitura pas trupit, të nje logjet e teleke dukej se don të te merte ne ezoterim qëdo muskull. Me gjithate, ngritim gjekren, e vendosur të mos zëmbrapset per seri, gjo pësi kishte arritura klarë. Kete do të ashpjegoj, dhe ajo mene fund, por gjo këtu, gjo para tek gjitheve. Rafaeli shikoj peret, duke venire, mbase per herete pare atenate,
se sa shumë ajo situate ishte shënderuar në një spektakel publik para të ftuarve, rogjeve dhe kureshtareve, pohoj me koke ngadale, ende duke procesuar skene, dhe vendosi se I duhej, para shduk gjegje qeter. Ta kuptonte saktesisht se çfarë kishte ndodhur atij. Dhe pse di nga partnerit I tij kryesorët e biznesit dukeshin aktet me ruar, para në gjepunon gjese gjete thjeshta që ai as nuk I dinte emrin sakti deri aten atje. Darka e festimit, fillimisht e planifikuar të fillonte në orën 9, të mbrëmjes në restorantin me elegant të kitetit, ishte shtire për shkak të remugjes se shkaktuar nga alarmi I përgjithshëm. Megjithatë, Rafaeli insistoi që takimi të mbahej, duke pretenduar para të ftuarve se ajo ishte vetëm gjë papritur teknike. Asgjë që justifikonte anulimin I ngjenate akte rëndësishme për të ardhmen e kompanisë. Hanë gjite do të vajne me mua. Njoftoi ai tashme me I kete, et hipse menja vazhdonte të rishikonte në mënyre obsesive skenën I çuditshme të hollit. Do të shkoj me në restorant dhe do të festoj me siç ishte planifikuar. Per surprizën e Marcelit dhe teviteve lezerveli, Rafaeli beri çmoske. Beatrici të shkonte në të ngjajtën makine private si ajde di investitoret, duke pretenduar, para veshtrimeve të konfuzuara, se ajo meritonte të pakten një palto të tate, të një shpëgjegim të duhur para shdo vendimi për të ardhmen në saj profesionale. Të efekt, a I nëmbante me vetë një dishim në rritje ke preferonte të mos e zbulonte ende. I duhej të mbante atë afer, të vezgonte nga afer reagimin e vele zerve, të kuptonte një here e mire si çfarë kishte ndodhur vertit gjatë e asaj preference. Brenda automjetit të gjere, me sedilje lekure dhe iksamat e zinj, heshqafi lestare ishte rende. Beatrici u ul prane dritares, ende mbeshqele me një palto të huazuar nga një prej shofereve, ndërsa Rafaeli zinte sediljen përballi, prane vele zerveli. Shoferi vazhdonte drejt restorantit, ndërsa trafiku I nates se Tiranes e bente rrugën me të gjate se sa pritej. Pak nga pak, mbase nga besimi I perterire se Beatrici ishte vetëm gjë punongjese, e çeku I libruar, pa asnjë vlerë reale para trashëgimtarit të kompanisë. Velezerit liu kthien komunikimit mes tyre në mandarinisht, me një ton të ulet, duke besuar se ishin të mbrojtur nga bariera e supozuar I gjuhes. Duhet të bindim të nënshkruaje digitalisht ndekete nate, thali hau, duke pare me bisht të sirit Rafaelin, I cili shtirej sikur kontrolonte mesazhet në celular. Dritaria e mesnates ende nuk eshte mbyllur plotësisht. Avokati konfirmoi se ngjenin shkrim digital permes telefonit të të ishte ende, I vlefshem nëse regjistrohej para ores kufi. Po asistenti I tij juridik, ai kembeti për të thjeshtuar leksimin e shtojses. Pietili Way, duke reguluar manchetat e kemishe se lagur. Tashme eshte rruges, u përgjigj lihau. Du të telefonoje sapo të gjemi prane restorantit, duke insistuar se eshte vetëm një formalitet rutine para hapjes se tregut nesër në mëngjes. Beatrici e mbështetur në dritare, ngjeu stomakun të shtrengohej kur njohu emrin e përmendur me pas. Ate të nje asistenti juridik teve të kompanisë Albuquerque, dikush të I cili, siç komentonin velezerit me kenakesi, kishin investuar mjaftueshëm për të I garantuar kue leksimi I klauzule se fshehur të tingjelonte absolutisht I pademshem në e veshet I Rafaelit. Pa ngritur zerin. Pa asnjë geste rembjer që mund të alarmonte velezerit, ajo filloi të përktente, po tuaj se nenje e peshperitje. Çdo fjalë të degjuar drejt për drejt në veshin e Rafaelit, I cili anonte diskretisht drejt saj për të kapur çdo fjali. Hajde gjonte në heshqe, me fytyrën që I ngurte so hajmestu zbulimteri, me grushtet e shtrenguara mbi gjunjë. Zbuloi fjale pas fjale, emrin e asistentit të korruptuar, ekzistencën e një presionit të logaritur për të detyruar një nënshkrim digital ende atë nate, dhe konfirmimin e saktes e shtojka për mbante një klauzole, këdu të transferonte kontrolin operacional të kompanisë, të konglomerati Hong Yuan, sapo tregu të haple mëngjesin I ardhshëm. Velezerit, ende të sigurt në diskrecionin e tyre, vazhduan të bisedonin hapur gjatë pjesis me të madhi të rruges, pa e veneri si qëdo fjale e tene në mandarinisht mberinte, I përktja në kohë reale. Drejt për drejt në veshet I burit që planifikonin të mashtronin.
Rafaeli e mbajti fytyrën tek tjerë nga dritërgja, duke vezguar dritat e kytetit kë e kalonin shpesht, sikur të ishte thjesht I shperëndare, I hëmbur në mendime për bashkimin. Nga brenda me gjithëte, që do fjali e për këtjer nga Beatrici binte Sinje Godit që e sakte. Duke që montuar pjese besimin e verberkve, a I kishte vendosur të ata di burrake nga shtrengimi I pare I duarve. Kjo është toj, me një përzierje zëmerimit e turpi, se si kishte ingjoruar që do sugjerim kushdesi të ardhur nga vete avokatet I familjes, aki e tur kishte kene për të mbillur marrëveshjen shpejt të për të vertituar, vetes të të gjereve, se ishte I afte të nderon të trashegimini I babajt. Në një moment të kaktuar li haukeshime të ulet për diçka. Kevele kishte tene një koment se sa I lete du të ishte, ta bindnin Rafaelin të nënshkruan të sapu të ishte, I rretuar nga kamerat të investitoret në restoran. Në një mjedis ku të zëmbrapseshe publikisht du t'i dukej si dobisi, I mate per krenarin e trashegim të rritiri. Beatrici per kthewet heketif gjali, me zi potuaj se te padek gjue shem, me si te e fiksuar per para, duke shmangur që do gjest ke mund t'i non konteate ke po bente. Rafaeli mbili si te per një sast, duke marre frime tele, duke u përpjekur të mbante terbimin në rriqe kjo kercenon të shpertente ati per ati, brenda makines. Edinte, me gjithate, se do t'i duhaj kontrol dhe strategji, gjo një shpertim zëmerimi impulsiv, per t'u marre me ate ke zbulonte minute pas minut. Mbeteshin pak me shume se 10 minuta deri në mesnate, të testi I vertite, a indiente, ende po vinte. Celosari I Rafaelit dridhej mbi sediljen prej lekure saktisisht kur makina hynte në rrugën e restorantit, dritat e fasades tashme të dukshme nga larg, duke u paskiruar mbi asfaltin e lagur nga shiu I holle kwe kishte filluar të binte. A I njohu emrin në ekran. Dr. Fernando Cordero, asistenti juridik kwe shokeronte kompanin e prej gati di vitesh, I punesuar pikerisht për të rishikuar kontrata komplekse si agjo. U përgjigj, duke e vendosur altoparlantin mjaftueshem ulet sa kjeve temaj dhe, diskretisht, Beatrici te mund të dagjonin me kartesi. Rafael, Samire ke u përgjigje, tha zeri I avokatit, duke u përpjekur të tingelonte I natyr shem dhe njeko hesisht urgent. Isha duke rishikuar detajet e fundit të shtojtses dhe vertet rekomandoj këta per fundosh në nshkrimin dikshital ende ketenate. Shteve tem një formalitet edisi eshte, këte mos hëmbim dritaren e hapqes se tregut neser në mengjes. Nese eleme per me vone. Komplikojme në mënyre te pa nevojshme të gjithë kronogramin këtë tashme. Eshte ak mire I rrugezuar. Rafaelin gjungje reketje ti pershkon të shtilen kurizore kur dëgjoj saktesisht, të njajtat fjale kë velezerit kishin ushtruar brenda. Makines minuta me pare. Shikoj me bishtesirit Beatricin, e si lambante fytyren të ektir nga dritargja, por pohonte diskretisht me koke, duke konfirmuar se agjo ishte saktesisht agjo kishte per këtir caste me pare. Me dergu linkun e në nshkrimit, ta Rafaeli, duke u përpjekur të mbante zërin po akte në tirshem sa ishte e mundur, pavarësisht zemreske I rriti fort, do të shikoj sa po të jete e mundur. E persosur, u përgjigj Cordero, po tuaj se shume I lehtesuar, po të dergoj tani. Shte shpejt, vetëm konfirmo me biometrine dikshitalet e celularit e gati, gjithë qka ishte në regull, pa kina ndaloj per para restorantit. Por Rafaeli I kërkoj shoferit, me një gest diskret, edhe disa minuta para se të zbritnin të gjithë. Celulari dritej per seri, tani me njoftimin e dokumentit të gatshëm per, në nshkrim dikshital, e njëjta klauzole finale kë pothuajtse, e kishte nënshkruar ore me pare në feste, e ndërprere vetem nga rasti I alarmit të zjarrit. Se hapi dokumentin në ekran, gishti tashme rinte pezullëm bi butonin e konfirmimit biometrik, si taj I të gjvraponin shpejt në per reshtat e pareta tekstit juridik të dendur dhe plot me terma teknike, kë a I kurre nuk kishte pasur durim t'i kupton të plotesisht. Per një sast, pothuajse e përfundoi gestin automatik të zakonshem, duke besuar verberisht në garancite verbale kë kishte marre gjate gjithë negociates. Por ndaloi, gestin e madh të pezulluar centimetra nga ekrani, dhe u këtje nga Beatrici, e cila veshgonte skenen në heshtje.
ende e mbeshtje le me palton e huazuar. Per këtë je per mua fjale per fjale. Kërku jaj. Me zerin tashme krejtësisht të ndryshem nga aroganca e shfakur ore me pare në feste. Gjitska ke I dogjove të dite flisnin për kete klauzule. Dua të dogjoj Gjitska, pangësitim. Beatrisi mori frimet e le dhe filui, me kushtes dhe saktesi. Te perseriste që du detaj të bisede se dekgjuar si në salen embledgjeve jave me pare, ashtu edhe brendave të makines minuta me pare. Klauzulen e fshehur me sfakeve finale të shtoqes, transferimin automatik të kontrolit operacional të konglomerati, Hong Yuan sapo tregu të haplej, afatin e ngushtet të logaritur kellimisht për të parandaluar që do rishikim juridik të duhur, të përfshirgjen e vete doktor, Kordiros I paguar për të garantuar ke Gjitska, të tingelonte si një formalitet I tjeshte. Rafaeli dagjoj shto fjale në heshtje absolute, me fytyrën kë I humbiste ngjyren pak nga pak, sikur që do fjali ta ishte një goditje e sakte në stomak. Dhe fund të shpjegimit të plote. Shikoj për seri ekranin e celularit. Butonin e nënshkrimit digital kë ende priste konfirmimin e tij, dhe e anulloj procesin mengje pregje të vetme të prere. Me zemran ke I rritë shpejt, por me mengjen, tani. Absolutisht të karte per atë ke duhej të bente me pas. E futi celularin në kshepin I brendshëm, të shakete se lagur dhe kendroa per disa sekonda në heshtje, me sita e fiksuar në mbeshte tesen I sedilgjes per para tij, duke u përpjekur të organizon të zemjerimin, turpin të lehtesimin, kë perzi heshin brenda tij, në pëgjese pothuajse të barabarta. Mendoj per babajn per përpjekshër, e njegjet e të tere duke ndertuar atë kompani nga zeroja. Din gjun gje turp të tele kë pothuajse I kishte shkateruar gjithe atë nëngje në atë të vetme, I shtire vetem nga ngësitimi per të dukur kompetent para kamerave. Faleminderit, ta ejmen e fund, duke u këthir nga Beatrisi me një veshtrim krejtësisht të ndryshem nga e ke kishte hedhur mbite ore me pare në feste. Tisa po shpetove kompanine e babajt tim dhe unë të trajtova sikur të ishe askushi. Beatrisi nuk u përgjik gjmengje here. Ende e pasigurt se qfare do të thoshte në fakta I njogje e papritur. U mjaftua duke pohuar lehte me koke, me trupin ende të lodhur, me mengjen tashme duke logaritur hapat e ardhshem të mundshem. Gjashte restoranti shkelkente me dritate tish ftuese. Gazetëret dhe investitoret tashme të mbledhur, duke pritur me angt filimin zirtar të darke se festimit të bashkimit. Rafaeli shikoj nga dritargja, duke vezguar levizjen e gjale gjashte. Dhe në gjose I duhej të mirte një vendim të rendesishme, para si të zbriste nga makina. Ta perbalonte atë problem në fshehtesi, duke zgjidhur Gjitska diskretisht me vele zerit, apo ta ekspozonte ta avertitën para të gjite atyre ka ishin mbledhur ati, duke rezikuar emrin e tit një një ekspozim publik pakthim. Restoranti priste të ftuarit me tavolina të reguluara në menyre të patemet të. Kota kristali kë shkelkenin në ndrita të buta, të nje podium të vogel të montuar në kender të sales kriesore, nga ku Rafaeli fillimisht sinonte të mbante fjalim per të ardhmen premtuese të bashkimit mes kompanise, Albuquerque dhe konglomeratit Hong Yuan. Gazetare nga media të ndryshme ekonomike tashme zinin vendet e tajrë, me kamerat e pozicionuara strategjikisht per të kapur çdo moment të festimit. Kur zbriten nga makina, livet e liha u vazhduan per para duke përshëndetur investitorit dhe duke buzekeshur per kamerat me të ngjajten ke tesi si gjithmone. Pa e imagjinuar se Rafaeli disa hapa pas e këti tani me nje vendusmeri krejtësisht të ndryshme nga agjo e shfakur ore me pare në feste. Beatrisi e ndoki atë nekra, ende e mbeshqelle me palton e huazuar, me uniformen grita në gjolosur të dukshme poshte. Duke terhekur veshtrimet e konfuzuara dhe peshperitje diskrete me steftuarve, kënë gjihnin të ka gjupunun gjesen e debuar me heret. Rafaeli, me gjithate, nuk dukej se shketesohej per veshtrimet. E si drajt podiumit, mori mikrofonin këngje asistent I dorezoj per fjalimin I planifikuar fillimisht, dhe kërkoj, me zete prere, këtë gjithe të prisnin para filimit të darkes. Para si të bej me doli zirtarish për kete bashkim, filoj ai. Dersa salapo heshte gradualisht para seriozitetit, të pazakon të në tonin e tij, duhet të ndajsh diçka ke zbulova në oret e fundit,
diçka që ndryshon plotësisht atë që ishim gati të festonim këtu këtë natë. Një murmurime surprise përshkoi tavolinat. Livaj dhe Lihau, pranë podiumit, shkembja një veshtrim të tensionuar, duke u përpjekur të vlerësonin shpejt se cila do të. Ishte mënyra më e mire për të ndërhyrë pa. U dukur fajtore para kamerave tashme të drejtuara nga ata. Rafaeli vazhdoi, duke shpjeguar me një kartesi ko I surprizoi edhe vetë asistentet, e tishme të afert, eksistense e një shtoqse, kontraktuale të futur me kushdes mes fakeve finale, të marrëveshjes së bashkimit, kë përmbante një klauzole të fshehur që do të I transferonte, kontrollin operacional të plote të Albuquerque, të konglomerati Hongyuan, sa po tregu të haplej me ngjesin e ardhshëm, fer shkroi afatin e llogaritur kellimisht përmes naten, presionin e ushtruar përmes një asistenti, juridik të korruptuar, të sigurine, të marre përmes një dëshmitare absolutisht të e besueshme, se gjithë këgjo ishte thurur kellimisht për të përfituar nga papervojgja e tij. Dhe këgjo dëshmitare, tha Rafaeli, duke u këtjer dhe duke shtrire dorën drejt Beatriceit, I cila ngurroi për një sekondi para se të afrohej në podium në veshtrimin e shtangur të gjithë publikut. Ishte gruaja që gjue pate duke u debuar këtu me heret, I akuzuar pa drejtësisht se shkaktuar një skandal pa kuptim. Para gjithë asaj audience investitoresh, gazetaresh të kamerash Beatrici Perseriti, tani në shkipke të gjithë ta kuptonin, që se të saktate bisedave që kishte dëgjuar në mandarinisht, gjatë javeve të fundit, përfshire bisedian brenda vete makines pak qaste me pare. Zeri I saj, fillimisht I dridhur, fitua këndrueshmëri me çdo fjali, I mbështetur nga siguria se me në fund po dagjohej. Feleserit li u përpoken me kot, të shmangeshin para publikut, duke pretenduar ke kuptim dhe përthimet e gabuara. Por saktesja e detajeve të parakitura, shtuar reagimit të panikut, të dukshem ke kishin treguar ore me pare ne holin e ndërtesis, e bente çdo mohim krejtësisht gjo konsistent para sivitave menqem të aksionareve të, gazetareve me përvogja. Para provave gjuhesore të pa kontestueshme, të pranise se sikleqme të kamerave kjo e regjistronin, që do sekundete ati zbulimi, bashkimi u pezulua publikisht ati per ati, me vendim të eve të Rafaelit, I cili njoftui nevojen per një rishikim të plote, dhe të pavarur të gjite kontrates para shto negociate të re. Reputacioni I divele zerve si partnere të besuishem ushem para kamerave, pa u krier zirtarisht as një krim, vetëm e vërteta, me në fund, e ekspozuar në sheshte burrave. Gjez hurme e përgjithshme morisalle. Disa investitore të pranishem tashme po ngriheshin nga kariget e tyre, duke pesh peritur mes vete per implikimet e atiq zbulimi per tregun në editen e nëserme. Gazetaret shkruanin me terbim në celularet e tajre, të e tur per te publikuar lajmin para konkurenteve, ndërsa fotografet shkripnin flashe drejt podiumit, tani duke kapur gjo me imagin e nje bashkimi triumfues, por portretin e nje skandali korporativ që po zhvillohej live. Liveu per pok, nje heret e fundit, ti afrohej mikrofonit per të provuar të zbuste situaten, por Rafaeli ngriti doren, me edukate dhe prere, duke kërkuar këja I të priste zhvillimet ligjore të duhura, para qdo deklaratet e republike. Gjesti, I tjeshte dhe I përmbajtur, komunikonte me shume autoritet se sa qdo fjalim I zjarte mund të kishte komunikuar. Beatrici këndronte pranë podiumit, ende duke ndir zemrenti rrihte shpejt, duke vezguar skinen që zhvillohej si kur të shikonte gjithçka nga një vendi larget. Per heret e pare pas shume kohesh, ngjehaj vertet e pare, gjosi një detaj I dekorit, gjosi një mobilje e harruar në një kend. Por si dikush fjala I të silit, me në fund, kishte peshete mjaftueshme per të ndryshuar rjedhen e nangjargjeve. Rafaeli, në krate saj, merë të fryme telle. Pesha e gjithena tes me në fund po filon të ti linte vendin një letesimi të sinkerte, me gjithese ende I perzia me një turp të tele per sa shume kishte gati të hambiste nga kotesja të hingsitimi. Ende para gjithë publikut, Rafaeli ia dorezoi mikrofonin një asistenti dhe u kthi plotësisht nga Beatrici, duke injoruar per një cast murmuricet e përgjithshme kjean dhe zoteronin salen. Hoki saketen e tij, tashme pjeserisht të thati, dhe I vendosi mbi supet I saj,
Duke mbuluar uniformen griten gjolësër kje agjo, ende mbante poste palto se huazuar. U borgsoj të gjithheve një shpjegim me të plote, dhe ei duke u kthyer per seri nga gazetaret dhe investitorit, por para kesash, I borgsoj kesaj gruajin një kërkim falgje kë duhet ta kisha bere prej oresh. Kërkoj falgje, vazhdoj ai, duke pare drejt per drejt Beatricin, këta poshterova publikisht, këta kvashta të cmendur, këta pushova nga puna pa dëgjuar as çfarë kishit per të tene. Po tuaj se humba trashëgimin e kjo babaj I më ndërtuar me dekada pune nga kotesja e paster, sepse isha me ishketesuar të dukesha kompetent, se sa te kuptoja vërtet se çfarë punen shkruaja. Dhi agjo keme pengoaj të begja këte gabim, ishte pikërisht personi ke une I trajtova si kur të mos kishte as një vlere. Një Eduard Trukit që ndrojshtur filloi mes disa teftuarve me të afert, duke u rritur gradualisht ndërsa me shumë nxjerrës për tithnin sinceritetin e pazakonti të asaj kërkim falgjegje. Akte ndryshme nga retorika e ushtruar ko Rafaeli zakonisht shfakte para kamerave. Beatrici e surprizuar nga intensiteti I momentit, vetem pohoj me koke, duke ndjersiteti digznin nga lotet keme ne fund I legjoj të rridnin lirisht, darka e festimit natyrisht, ndoki nxerë gjedhi krishtesisht të ndryshme nga gjo e planifikuara, duke u shënderruar në një mbledhje me të përmbajshtur mes asistenteve juridike dhe përfakesuesve të shtipit, ndërsa Rafaeli u kërkoj legjet e pranishmeve të largohaj per disa minuta, duke I marre Beatricin në një dome të rezervuar në fund të restorantit. Stilag flasheve të mikrofonave, Rafaeli me ne fan pjeti, me kuriozitet të sinkerte per historinë e saj. Beatrici tregoj, pak nga pak, per emigrimin e stergishit dekada me pare, per prestigjin akademik kë ai kishte lene pas në kërkim të një gjete me të mire, per vite duke filluar nga zero gjane pune modeste papushuar kure se mesuari asaj gjuhen klasike si trashëgimine me të qmuar. Tregoj gjithashtu per babain kë kishte I kur heret, per nenen shëndeti I brishte, I se ciles konsumonte një pjesete, madhe të buksetit familjar, të per fakultetin e per këthimit kë I ishte dashur të pezulon të per të mbajshtur shtepine e vetme. Rafaeli I dëgjoj të gjitha në heshgje absolute, tërpirite me qdo detaj të zbuluar, duke vene risi sa shume e kishte gjikuar atë grua bazuar vetem në pamgje në uniformes grike a gjumbante. Në fund të refimit, duke u përpjekur në ndonjë mënyre të kompensonte gjithçka që ajo kishte vuajtur. I ofroi një cek buzher, të nëzgjerre nga bloku I taj personal, si forme dem shperblimita me njëhershëm per damet e shkaktuara. Beatrici e shikoj cekun per një cas të gjate, dhe pastaj, me një ketesi ke surprizoj vete Rafaelin, e refuzoj me edukate. Din gjiteti Im nuk eshte në shitje, tha gjo me zete prere. Unia nuk e bera ate ke bera per para. E bera sepse te heshqe para një padriktesi e dute me kishte bere bashke fajtorit e saj, te ki nuk eshte një mesim ke une gjam I gachme të harroj. Sa impresionuar nga per gigja, Rafaeli e grisi nga dale qekun para saj, një gest pothuajse simbolik, te propozoi, në vente ke saj, diçka krishtesisht të ndryshme. Një post real brenda kompanise, si asistente e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe konsulente kulturore, me rogete përshtatshme me përgjigjesine, mbulim të plotete fakultetit kë asaj ishte dashur të praktiste, dhe orare fleksibel ke legjonin, ndërt hurgjen e punes me kushdisin e nevojshem për shëndetin I nënes. Beatrici pranoi, por vendosi. Me të njëjtën përgjigje e kishte cuar të tërhikte alarmin, e zgjarit ore me pare, nje kusht të vetem të panegociueshem. Kurreme nuk du të heshtajsh brenda asaj ndërtesi, as nga ai, as nga asnjë ekzekutiv që tërkëdu të gjikonte mendimin e sajme, pak të rendesishem për shkak të uniformes këngje, dite kishte veshur. Rafaeli ra dakord pa hezituar, duke zgjatur doren për të vullusur marrëveshjen me një shtrengim të forte, të ndryshem nga çdo përshëndetje protokolare që zakonisht shkembente me investitoret dhe partneret e biznesit. Kishte, në atë gjeste thjeshte, një respekt të sinkerte që nuk ekzistonte ore me pare, kur mezi kishte vene reeksistencen e saj në per koridorët e kompanise, para se të këtë heshin në salen kryesore, ku asistantet juridike tashme organizonin hapat, e ardhshem formale per tu marre me pezullimin e bashkimit.
Rafaeli beri një pjegje të fundit, me shume personale sesa profesionale. Pse vazhdove të përpikeshe, edhe pasi unë të poshterova në atë mënyre. Pjetiaj, sinkerisht i intriguar. Beatrici u mendua per një çast para se të përgjigjej, duke kushtuar per seri zerin e rende të stergjishit ke gjehonte në kushtisen e saj. Sepse stergjishi i me mesoj se një gjuhe nuk sherben vetëm per të komunikuar, tha Agjo. Agjo eshte gjithashtu prova se meritojme të dëgjohemi, edhe kurbata insistonte na beshe të padukshem. Rafaeli pohoi me koke nga dale, duke e ruajturat e fjali me vete si dikush ke ruan gje mesim të rrale. Dhe të diuk tja ne salen kryesore, të gatëshem per të përbaluar se bashku pasogjat të zhvillimit e asajnate ke kishtin ndryshuar. Në meniret e paktjeshme, fatinit e dive. Gjavke pas asajnate ke potuajse, i kushtoj trashegimine e tere familjes Albuquerque, Beatrici tashme zinte ziren, e sajte renekatin, e nente mbedje të kulles, një hapesire modeste, por e saj, me një plake diskrete mbi tavoline, kë identifikonte postin e saj si asistente e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe konsulente kulturore. Fakulteti i përkthimit, i rifiluar me mbullimin e plotet e premtuar nga Rafaeli, ishte këtirte mbushte pasditit e saj të lira, dhe nena, tani në një trajtim me të plote, merte frime me lirisht se per një kohë të gjate. Ishte gjate një mbledjegje të rendesishme. Me perfake sueste një grupi të riinvestitoresh të interesuar per partneritet ndërkombëtar, kë Beatrici tregoi, edhe një here, vleren reale të pranise se saj ati. Në mes të prezantimit, vorire një gest protokollar kë po propozohej nga një prej asistenteve të Rafaelit, i cili andonesi teknikisht i sakte nga pike pamgja tregtare, du të përfakeson të një gabim kulturor të rende para partnereve të rinj të huaj, i afte të komprometonte të gjite negociate para si të filon të vertet. Pa hezituar, Beatrici e ndërpreu me edukate prezantimin, duke shpjeguar para të gjite drejtorise, se mbledhur pse ai gest specifik mund të interpretohej si mos respekt si pas zakoneve të vizitoreve. Nje heshtje e shkurter mori salen, të gjithë veshtrimet u kthjen instinktivisht nga Rafaeli, duke pritur reagimin e tij para një korrigjimi publik të bere nga dikushke, muaj me pare, as nuk du të kishte akses në atë sale mbledhjesh. Rafaeli, pa as një shenjë mbrojt gjegje apo sikleti, e falenderoj hapur per vezgimin, kërkoj ke protokolli të regulohet si pas sugjerimit të saj, të vazhdoj mbledhjen me të njështen në tirshmeri si gjithmone. Ishte një gest i vogel, po të vajse i padukshem per kedo ke vezgonte nga gjashte. Por ke vertetonte, shume me të perses do fjalim publik kërkim falgjegje, se transformimi i atij burri ishte i sinkerted he i kendrueshem. 3 muaj me vone, në një të shtune me kjel të paster, Beatrici vizitoj varrezat ku prehaj stergjisi i saj, profesori i vjetër qen uen, duke marre me vete një tufe të vogel lulesh të bardha dhe një fletore kaligrafie, kwe e kishte blere, posacerisht per atë rast. Vishesh tani si ekzekutive, mengje kostum diskret dhe elegant kë zevendesonte përfundimisht uniformen e vjeter gri, dhe ekte mengje siguri ke muaj me pare kure nuk e kishte imagjinuar se do të azoteronte. Hendaluar para varit të thjeshte. Pas bukurimet e medha, Beatrici falenderua me zete e ulet, në mandarinisht klasike, per gjithçka kë ai burre i kishte mesuar gjate akshume pas diteve të djela. I tha atije se me në funde kishte kuptuar plotesisht kuptimin e vërtetet e atyre mesimeve. Se gjuha nuk ishte vetëm njohuri e grumbulluar, por vete qelesi i dinjitetit, i afte për të hapur djerë ke bota insistonte ti mbante të mbilura per kedoke, si ai. Një dite kishte Hamburg gjithçka dhe i ishte dashur të filonte nga zero gjani toke të huaj. Para si të largohej nga vendi, hapi fletoren e vogël të kaligrafisedhe, me një penel të holle ki kishte sjele posaçerisht per atë moment, vizatuim bifaken e pare të njajshtat karaktere ki stergjishi, ja kishte mesuar ende femigji, ata kedo të toshin kembengulgje dhe e verteti. I premtoj vetes se do të vazhdonte të ushtronte. Jo vetëm per kushte se emocionale, por si forme per të ndëruar, qdo dita.
Trashëgimin e kë ai I kishte lënë pa pasur kur e shansin të shihte. Në gjete, si sa shume ai mesim du ta shpejtonte. Nena kë priste në shtëpi me shëndetin gjithën që e me të këndrueshëm. I kishte telefonuar me heret duke e pjetur nëse do të mberrinte në kohë për drekën e së dielës de Beatricin gjë, per heret të pare pas shumë vitesh, se mund të përgjigjesh po pa llogaritur menderisht. Që do shpenzim të përfshirën e ati takim të thjeshtë familjar. Fakulteti e këtë mire, profesoret levdonin rjedhshmërinë e saj natyrale, dhe ajo tashme mendonte, në një të ardhme gjuak të larget, t'i kthente gjithçka që kishte marrë duke ndihmuar familjet të tjera imigrante të gjenin, përmes gjuhës, të njëjtën rrugë dinjiteti që ajo kishte fituar. Kur ungrit, duke reguluar palton kundere rrise fresket të pasditis, daloi nga larg makinën që e priste pranë portes së varrezave, me Rafaelin të ndaluar pranë deres, duke pritur me durim, siç kishte bërë ak shumë rastete tjera që nga agjonate që kishte ndryshuar gjithçka. Beatrici buzëkëshi diskretisht e qidraisht tije, duke e ditur se pasuria e vërtetë, në fund të fundit, kur nuk kishte kene I ruajtur në llogari bankare apo bashkime miliona eurosh, por nuk karakterin I ati që refuzon të këndrogje I heshtur para padreshtësise, edhe kur e gjithë bota insiston të mos e shohe. Të kështu, të dashur shikues, mbillet historia e Beatricit dhe Rafaelit. Një historike na kujton se njerëzit me të injoruar nga bota mund, një dite, të gjejnë zerin I tyre dhe të ndryshojnë plotësisht rrjedhen, e ngjarjeve rreth tyre. Nëse ki rrifim preku zemrën tuaj, mos harroni të regjistroheni në kanalin tonë dhe të aktivizoni zelen e njoftimeve, këtë mos hambisni asnjë nga historitë I ardhshme që kemi përgatitur me gjithë dashurin e përgju. Lini gjithashtu pelkimin tuaj dhe na tregoni në komente, se cili ishte momenti që ju emocionoi me shumë në këtë rrugëtim. Që do të zgjellim historitë regja që eksplorojnë kompleksitetin e jetës, dashurisë dhe guksimit, të mezi presim të ndaj me ato me gju, deri në historinë e ardhshme. Fundi I historisë.